Dorë të fshetë nuk është ajo e tregut Adam Smithit, është një dorë qeveritare që futet thellë në xhepat e shqiptarëve me taksa të rritura në mënyrë sekrete. Do të flasim sigurisht për Tiranën, por zbulojmë që rastësisht ndodh edhe në bashkitë të tjera të vendit, rastësisht ato që janë të kontrolluara nga mazhoranca që nuk janë pak, duhet thënë. Meri Lika është konsulenti jon fiskal, e cila vjen në studio. Mirëmëngjes zonja Lika, mirëmëngjes. Komplimente edhe për spilën fenomenale. Një plan detaj, të lutem kamera dhe regjia, një plan detaj të spilës së Meri Likës që është ogur bardh, ogur zez, duke di ogur kuq. Ogur kuq, duke si këngë popullore. Gjithashtu është me mua edhe Genti Çela, nuk mund mungonte Genti Çela për Pogradesin, edhe atje po ndodhin ca gjëra të çuditshme. Mirëmëngjes zoti Çela. Faleminderit që gjetët kohë për të shkëputur nga fushata juaj, por sidoqoftë të flasim Meri, duke filluar me ty. Se në Tiranë bie më shumë në sy, se janë më shumë biznese, më shumë para. Edhe pavarësisht se bie në sy, guximi për të tentuar një gjë me ide që s'do binte në sy është fenomenal. Jo vetëm kaq, po efekti ka filluar që në gusht, domethënë ngjarja ka ndodhur në gusht të vitit 2024, kur bizneset i kishin paguar tashmë taksat dhe efekti është kryer për taksat e vitit rivlerësim, për taksat e vitit 2023 dhe 2024, të cilët të gjithë bizneset mbas të njoftësim vlerësimeve që bashkia vet kishte bërë, i kishin shlyer detyrimet. Ka qenë një periudhë ku nuk kanë shumë lidhje bizneset me e-Albanian, se për shembull nëse ndodh në qershor dorëzohen bilancet në korrik, nëse ndodh në një periudhë janar-mars prap ka kontakte sepse bëhen bilancet. Në periudhën e gushtit, kur të gjithë janë me pushime, nuk, domethënë kontakti dhe lidhjet me e-Albanian për të parë taksat është më i vogël. Tani të gjithëve u ka ardhur si bumerang. Mbasi në mars dhe prill kanë kërkuar njoftimet e vlerësimeve të vitit 2025 dhe aty kanë parë që kanë detyrime të vitit 2023 dhe 2024 të pashlyera, ndërkohë që i kanë shlyer. Dhe jo vetëm rivlerësim, se nëse nuk është kryer një procedurë dhe ti bën një rivlerësim, është për fajin tënd, nuk mund të t'i japësh dhe interesa, edhe gjoba, edhe kamata, sepse kanë dhe nga këto bizneset. Nuk kanë vetëm rivlerësim të detyrimit, po kanë gjoba, kamata dhe interesa. Për 2023 dhe 2024. Që do thotë kushdo që po na ndjek në këto momente duhet t'i kontrollojë një herë. Tani duhet t'i kenë kontrolluar se kanë paguar taksat në prill. Kështu që duhet t'i kenë kontrolluar patjetër. Ta pyesin një ekonomistin mos kanë paguar çfarë. Po në qershor në korrik mirë është kontrollojnë dhe këto që kanë ikur, se mund të kenë prap në një goditje. Ndodh me këto lekët në Shqipëri që ikin kështu. Po. Argumenti tani është që në bazë të ligjit të procedurave tatimore, subjektet duhet të bënin vetë deklarimin që unë kam këtë xhiro të përcaktuar, ndërkohë që ligji nuk thot kështu. Bashkia nuk ka asnjë lidhje me vetë deklarimin e subjektit, po këtë e kanë vetëm organet tatimore. Domethënë subjekti vetë deklarohet në organet tatimore dhe të gjithë kanë bërë këtë duke bërë deklaratën e tatim fitimit apo pasqyra. Praktikisht kanë mbështetin një njerit vetëm. Si bashki, si pushtet vendor, qendror. Po, sepse tani unë një deklarim do bëj si biznes. Këtë deklarim e bëjnë tatime dhe të gjithë të tjerët i marrin të dhënat këtu. Këtu duhet i kishte marrë edhe bashkia në 2023, 2024 dhe ky nuk është për faj të bizneseve. Kjo është thjesht për faj të sistemit të tyre si e kanë organizuar dhe ligji i procedurave tatimore nuk e prek këtë pjesë për bashkinë. Do të thënë bashkisë kur i intereson bazohet në ligjin për taksat vendore, ndërsa kur i intereson merret me ligjin për procedurat tatimore. Sipas rastit ku mund të marrë më shumë lek. Po. Genti kam një pyetje politike këtu, që është e domosdoshme se mund ta bëjmë këtë lojën e numrave pambarimisht derisa të bëhet kungulleshk. Çështja është një vlerësim fillimisht si mundet, një gjë që i ka bërë shumë njerëzve përshtypje që kryeministri, qeveria, po kryeministri se po shohim që one man show është këtu në finale, edhe pse është në fushat elektorale, nuk ka hequr dorë nga keq qeverisja. Qoftë